është zëri më i fuqishëm shqiptar brenda parlamentit të Serbisë. Deputeti Shaip Kamberi, gjatë debatit për buxhetin, theksoi edhe një herë problematikat jetike që hasin njerëzit në luginën e Preshevës. Ai e pyeti ministrin e Brendshëm pse nuk i ka kthyer përgjigje në kërkesën e tij që komuna e Preshevës të marrë targën e saj të regjistrimit për automjetet motorike. Gjithashtu, Kamberi pyeti qeverinë pse janë bllokuar paratë për Këshillin Kombëtar Shqiptar nga fondet e qeverisë së Kosovës, si dhe çfarë po ndodh me iniciativën për një program për pranimin e personave nga pakicat kombëtare shqiptare dhe bosnjake në shërbimin policor në nivel lokal. Edhe në seancën e kaluar, deputeti shqiptar foli me tone të ashpra në parlamentin serb. E dim se ekziston diskriminimi institucional ndaj shqiptarëve në luginën e Preshevës. E dim se ekziston praktika e pasivizimit të adresave përmes së cilës mijëra njerëz u hiqet dhe drejta zgjedhore dhe qytetare, nënvizoi Kamberi. Ai shtoi se qeveria serbe nuk zbaton ligjin për përdorim zyrtar të gjuhëve, nuk njeh diplomat dhe nuk ka vendosur në Preshev tabelat në gjuhën shqipe. Kur kërkojmë ndalimin e pasivizimit të adresave, ne nuk kërkojmë ushqir, por respektim të së drejtës. Kur kërkojmë përdorim zyrtar të gjuhës dhe simboleve, ne nuk kërkojmë privilegje, por trajtim të barabartë, tha përballë deputetëve serb Shaip Kamberi. Këngëtarja mirënjohur, Nduena Tahiri, ka shpërthyer me kritika. Nduena Tahiri, motra e këngëtarit të njohur Labinotit, ka kërkuar respekt për artistin dhe këngëtarin e mirënjohur Shpat Kasapi, i cili ka ndëruar jetë dje. Ajo ka parashitur edhe një foto. Këtë foto po e parashit Nduena. Cila është arsyeja e reagimit të Nduenës? Ky format duhet bojkotuar pas një hezitim. Përderisa ne vazhdojmë t'i shikojmë dhe t'i komentojmë këto formate të pështira, do të vazhdojnë të na imponohen. Turpi i madh për produksionin, si mund të mos keni as minimumin e ndjeshmërisë njerëzore, një artist i madh, një djalë i ri, një yll që u shua nga kjo botë dhe ju zgjidhni të festoni me këngët e tij, sikur ai të mos kishte ekzistuar kurrë. Kjo është mungesë respekti, mungesë morali dhe mungesë humaniteti. Një humbje e madhe për muzikën shqiptare, ndërsa ju vazhdoni festën tuaj të paturpshme pas një konsiderat për dhimbjen e familjes, miqve dhe publikut që e deshi. Dhe në fund, një të vërtet duhet ta them, në këtë program na servoni vetëm degenerim, e bëni bastarduar çdo emision. Ky format ka humbur çdo kufi moral. Brenda orësh krijohen dashuri të inskenuara, njerëzish shtyhen drejt sjelljeve ekstreme, ekspozimi i tepërt dhe skenave që nuk i shërbejnë askujt, përveç për të rritur audiencën. Turp për çdo produksion që nxit këtë lloj përmbajtje dhe turp edhe për ata që e sjellin këtë program në shtëpitë tuaja, duke lejuar të normalizohet një nivel kaq i ulët i argëtimit. Unë që dikur në festivale këndoja me Shpatin, unë që isha pjesë e gjeneratës së tij që së bashku me familjen time kontribuam në art, kulturë e muzikë, unë që sot e vendos veten në vendin e familjes së të ndjerit, më vjen trishtim i madh kur shoh deri në çfarë pike keni arritur. Kështu shpërblehet në fund. Tmerr, preun paqe Shpat, ka reaguar Nduena në profilin e saj në Facebook.